për gratë dhe për vajzat. Në vend që mu pregadit për dasën, pregadit në kontratën, pregadit në kushtet me cilat ju do t'jetari. Ashtu që tari kur të zhvillohet jetat, mos kënë tari probleme. Para që mujnë me bo gratë që janë me fëmi, janë me ju dhonë të drejta vajzave sa ju japin djemve. Mos me u lidhë për djemve. Nanat, kur e rritin ideal, duhet me barazu me qikën që e kanë. Për gjeneratat si jo, unë ja kësha propozu me të madhe, nëse jo një kontratë zyrtare, një marrëveshje për gjithë shka. Urimi im për gratë dhe për vajzat është, para se ta vendos një jetën me dikon tjetër, në vend që mu pregadit për dasën, pregadit në kontratën. Është sinqerisht për e tha, pregadit në kushtet me cilat ju do t'jetari, sa do t'a bështetin një tjetërin. Të pas parasysh që jeta ka shumë sfidat mdoja? Ka jashtëzakonisht shumë, po unë mendoj që ka ardhur koha që rinia me apliku ata që aplikojnë në Evropë. Një marrëveshje paraprake, qoftë edhe zyrtare, nëse jo zyrtare, atëherë le të jetë individuale mes çiftit, por le të jetë saktë. Të definohet karriera e secilit, koha e lirë e secilit, investimet e secilit, edhe ato materiale dhe ato jo materiale që ashtu që tari kur të zhvillohet jetat, mos kenë tari probleme. Unë mendoj që po mbështeten gratë, nuk është që nuk po mbështeten. Mirë po tash na kanë zonë ajo periudha as me 3 as me 2 vjetër, po e para që mujnë me bo gratë që janë me fëmi, janë me ju dhonë të drejta vajzave sa ju japin djemve. Mos me u lidhë për djemve. Të pas parasysh që djemë po thojnë, vajzat nuk munen me sharit drukë, ma shqiptar që për tha. E të pas parasysh që gratë e kanë në mënyrë krejt tjetër, po keq kuptimet po ndodhin këtë aspekt. Keq kuptimet po ndodhin për fat keq nga vetë gratë. Nanat, kur e rritin ideal, duhet me barazu me qikën që e kanë. Mos me u lidh për djalin nga frika se çka po ndodh në Pleqni. Ka vdek ajo komo. Ndodhi që ka ndodhi, na nuk mujmë me shkatru jetën e fëmijëve tonë, rinisë tonë, pse ja kemi frikë Pleqnisë tonë. Kur të fillojmë na me i barazu fëmijët tonë, djalin edhe vajzën, atëherë fillojmë me ndryshu edhe këto. Mirë po për gjeneratat si jo, unë ja kësha propozu me të madhe, nëse jo një kontratë zyrtare, një marrëveshje për gjithë shka. Na të falenderoj për zemërsisht. Komplimente për duken, faleminderit shumë. Realisht është shumë më mirë, me shumë kushte më të mira, me rrethana më të mira, por kjo pyetje që më ban mua, tu i pas parasysh problemet që po dalin tash në kohën e fundit shumë, po del që përpara ka qenë më mirë. Më mirë. Pse po mendoj E kuptoj që unë vetë unë ju martue, jo me mësit, po vetë e kum njoft, edhe me mirë kuptim, me dy anë, unë ju martue. Do me thonë, unë nuk ju martu me mësit. Po. Por tash, sidomos kjo bashkëtesa që po thojnë, është në rregull bashkëtesa, sipas teje. po jo se po del, rezultati po del që jo. Respekti më. Përpara, ka ndryshuar respekti. unë mendoj. Sa? Pas di, në kohën e fundit ka hup respekti, ka hup marrja, ka hup aja dashuria, edhe unë këto nuk e pëlqej. Nuk e pëlqej, po në kohën e fundit gjithçka ka degradimi po shkon. E pse në kohën e juaj ka qenë respekti më i madh, çka ka ndryshuar tash? Po s'po di për këta tash rinia po mendojnë që si të rritet duhet më martu edhe mos me mendu ma për prendas për kur gja, vesh interesën e vetë. Pe harron që qëta prind janë viktime jotja, janë të kanë rrit me sakrifica, me kushtet e vështira, po kur s'ta kanë kthy shpinën. Dhe tash është shumë normale edhe kur rritesh, edhe kur hyn një rrogë, edhe me ju ndihmu e prindve, edhe kur të martohesh, që ajo vajza që është me jetu bashk, nëse janë kushtet, dhe dalin, kanë mundësi me ble banesa, okej, kjo edhe nuk është keq, apo kupton, po jo valla po dalin e me qyra, veç arsyja, nëse me nejt me prind, une këto sene nuk i pilqej, koha jeme nuk i pilqen, sepse duhet me pas respekt, respekti nëse hup, e sidomos ndaj prindve, nuk pritet mirë. Nuk pritet. A keni këshill me dhon për rinin sot? Une rinis ju kësha dhon një këshill, pra mos i bëmë ban pyetje. Duni familjen, formoni familjen, respektoni prind,
edhe të burrit, edhe të vajzës, mundohuni me kanë afer dhe me respektu dhe me ju ndihmu, sepse obligim nesër bëhen fëmija juj që qita do të me pas nda juve. Do me thonë, ti përja u banë prindve tu, për nesra kur të rritit fëmiju jetë, edhe te ki që dëshirë. Do me thonë, aja shkon brezmas brezit, a më kupton, nuk e ki vesh ti prindve, po edhe ti kur bësh prind fëmija tu, duhet Kanë me këthy kanë me këthy që ato. Do me thonë, unë mendoj që kjo nuk guxon me mu hup respekti, e dashuria, e afërsia, me prind po se po edhe me tjerë antarë, vllai, motre, halle, teze, këto. Edhe pishohëm na sot, as nuk vjen kosh, as shkon kosha. Dhe me thonë, unë s'di çfarë jete është kjo. Përpara o konë kënaqësi e veçantë, kur ti e shku dikon, i kanë thirrë edhe... Sidomos festa e Bajramit. Po, sigurisht, po. Që i afron krejt i sheq aty. Tash rritet një fëmijë i dikujt shumë i afërt i jyti, edhe ti nuk e nje fare. Po, a mujnë më taku e këta tri tash njone me tjetrin edhe me ardhe dejtu fejesa, martesa, me një person i cili është familjari yti. Prandaj janë përpara shumë më mirë, se edhe rinia ju njoft, ju në takue, për mire, për të keq. Tash ka hupa, ka ndryshu, unë nuk e pilqej këto, por ja që s'muj me ndryshu për fatë keq. Faleminderit shumë që ndove ku me neve. Kofshi, edhe suksese, edhe rinia, veç për pare. Përshëndetje, a mund të shme më të regu çfarë mendimi ki për rinin sot, është njëjtë si kur në kohët e kaluara? Po, ka ndryshu pak përpara për shkak mas ka pas telefona, ma jënë marrë me sport, me dolena tjera, mas ka nejtë nga telefona nga të... Apo mendon që teknologjia e prish rinin? E prish. Edhe telefona tanë ditën telefon, nuk punoj, mu marrë me në aktivitet sportiv, me punu në sen. Apo mendon pak edhe fajt e shteti është që se ka bo obligimin ushtarak. Obligimin ushtarak? Po. është dollë tash obligimi ushtarak? Po, Ajo është me dëshirë, nëse do në shkojnë. Po, jo, obligim detyrim. Me bo si të kryn shkollën e mesme, 5-6 muaj apo 1 vjet. Apo mendon që i shkon mirë nëse kjo rini Po, më shku shtri, po. Ishin bo njerës. E në kohën e juj që ka qenë pa tjetër, me shku në ushtri, apo mendon që u konë ma ndryshe, edhe për respekt edhe për gjithë qka? Atëri kanë qu pak edhe me dhunë, se që ashtu dikush ka pas... U konë pa tjetër në atë kohë. Mi po, tash ajo kohë ka kalu, tash i në rëthana të reja. A mendon që duhet me këthy pak kohën e të paktën që saj ushtrisë? Jo, nuk banë më këthy, po qyshe kanë shtete tjera, për shamë, edhe në Skandinavi, në Sloveni, për shamë, dhe shtete kanë 5-6 muj, si të kënë shkollën mes, me muj këpij telefona, për senet këshia që po ndodhin ditë për ditë, mu marrë me aktivitete sportive, po për fat keq që 25 vjet nuk i kena as 2 stadionat futbollit që. Edhe e tash në këto zgjedhje kush më mendon që ka me fitu? Për këto zgjedhje valla një do të më menu shumë për me se ma u bo bajat. Edhe ata, edhe këta, dëshish me inate, me E sipas teje mashtime. kush është të punu mirë? Sipas teje kush është të punu mirë? Sipas me kush është të punu mirë, po kur kanë qenë partitë shtetformuese pak kanë shku ma mirë. Nashta E kryeministrit apo të pëlqejnë? Valla pëlqejnë edhe s'm pëlqejnë, ma shumë jolla, ma shumë diqysh të dis. Cila ka qenë qeveria ma perfekte që ka pëlqy ty mas shumë? Tash dole pak pej temeve, pej rinis dole në teme tjera, ma nuk i dim ata, i dim të analistat politikve që... E ti si qytetar? Rinia do të me ek pak telefoni, mu marrë me senet mira, mu bo obligimi ushtarak, 5-6 muj, 4 muj, ka ushqim, del diçka për mëngjes dhe për drejt, kryesora ushtria i bën njerë, i largon pej drogës, pej marihuanës, pej telefona, të ditën telefon nuk rrihet, do të me nejtë me këshyna i lojnë, i film. A mendon që është fajtur edhe pak prindi që fëmija vazhdimisht rrin telefon? Po nuk është fajtur se nashtat edhe teknologjia o është qashtu tash, atë këtë punë po kryen me telefon, jo gazetaria, jo për shembull do naj diçka edhe veç edhe shumë telefon nuk kanë shumë nëse, edhe ne këshyre telefonin naj këngë, naj sen, naj lajm sportiv, po e heki këshyrin ai televizor ma mirë është. A din që kjo është. E cila ishkon këshilla jote që ja kësha jep rinis sot? Mu e pe telefona mu marrë me aktivitete sportive, me do natyrë, minimu prindve,
me gjetë në i punë me punu, mu ek për telefonat. Do ka dhe to TikTok diçka që i kanë qitë atin që ta shti. Mu ek sa ma shumë, edhe në i E cili është mendimi yt në për shkolla, se tash po e ndroj pak në për shkolla me e krejt, mu koncentru veç në për shkolla që nuk po i lejojnë vajzat me shami. me shami. Ato pra, ato si ti, ata vjen ma ata që vendosin kush me shami. Po sipas teja duhet me u përjashtu një vajzë me shami? Jo, nuk pënkon kërgjë. Nuk mungon. Nuk pënkon kërgjë. Të e pas parasysh rastin pe që është përjashtu vajza me Po, shami. nuk pënkon kërgjë. Me shami e mlut, që ashtu.